Nuk e ke atë perceptimin e ndjenjës si që ka. Po jeni pa filluar akoma debatet. Jo, më bëha debat. Se çka një vështirë nuk e ti pëlqen. Debati jot më Për zotin përballoj debat Mendoj që ti nuk ke perceptimin e duhur, siç unë e kam ndaj ndjenjës, shprehis dhe gjithë gjërat që ti ndërsjell ndaj meje. Ky e ke gabim. Më lër të ti listoj 2-3 gjëra. Dëgjoj, ja Dhe mos më ndërprit. Mos më ndërprit rritën logjike të asaj çfarë po them. Ban mend para 2 javësh përgatoj. Si taj, Veserle? Unë mendoj që do jetë debati më i qetë në shtëpi. Unë si puna ime me Zenin që dhe ne zgjidhim. Unë dhe jemi duke ecë mbrapsht. Me një fërkim, Bëjmë një kefir me debat jon, ha? ku ky bën gabim që me kefirin Ne kefirohem. dhe kefirosemi. Po do thoya, ti djali dashur. Nuk ndaj si shumë. Çfarë ka mundsi i dashur? Është probleme që jeni i dashur. Ky është argumenti jot që jam i dashur. Jam më shumë i dashur se s'duhet. Po, Edhe ky është me të problem. tjerët. A me ti? Ai nxori kokën. Pesaka. Ja, shaka është gjithë vërtet. Unë që kam tregu vlera, gjëra të mbajnë thotë më foli çik korçazhe vllai. Atë bukur. Kjo ka rëndësi që të ke sill harja që jashtë. Patin për diçka do. Dojëm thonë. Më tha, je më i dashur se s'duhet me tjerët. Kur thot me tjerët, me çunat se ka fjalën, prit. E kam fjalën dhe me çunat, ti nga i din. Mirë, mos e bazohet edhe Po ti i din vetë veprimet që bën. nga sjellja që ke pas Ti tash ke sa. me gorgonzolën një? Jo. Me kë? Se çka ke bërë me gorgonzolën ti? Se kam parë unë. Okej, përdesa se kishim atë iku, mund ta kesh me